Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë i ndodh zemrës, trurit dhe diabetit nëse konsumoni 2 vezë të zjera në mëngjes. Shumë njerëz mendojnë se produktet si tërshëra janë një zgjidhje shumë e mirë për vaktin e parë të ditës, por ky është një koncept i gabuar. Vezët janë të shijshme, gjithashtu edhe të mira për mëngjes. Ato përmbajnë proteina që ndihmojnë në uljen e rrezikut të shtimit të peshës në krahasim me vaktet e tjera ushqimore. Gjithashtu, ato mund të jenë një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese për organizmin. Në këtë video do të rendisim arsyet kryesore pse duhet të hani vezë për mëngjes dhe çfarë ndodh organizmit nëse e konsumoni vazhdimisht. Vezët ju bëjnë të ndiheni më të ngopur për një pjesë më të mirë të ditës. Proteinat dhe yndyrnat e vezës ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të energjisë duke u mbajtur të ngopur për më gjatë. Ato ndihmojnë në humbjen e peshës. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë vezë në mëngjes kanë më shumë gjasa të humbasin peshë sesa ata që hanë bukë ose diçka tjetër për mëngjes. Ato janë një burim shumë i mirë i proteinave. Vezët janë një burim shumë i mirë i proteinës, që do të thotë se përmbajnë të gjitha aminoacidet thelbësore që duhet të marrim nga regjimet tona ushqimore. Rekomandohet të konsumoni të paktën një vezë në ditë për të pasur një regjim ushqimor më të ekuilibruar. Vezët janë gjithashtu edhe të lira. Në krahasim me ushqime të tjera dhe proteina të larta si mishi i kuq, vezët janë të lira dhe mund të gjenden lehtësisht kudo. Ato përmirësojnë gjithashtu kolesterolin. Edhe pse është e vërtetë se vezët përmbajnë sasi të konsiderueshme të kolesterolit, studimet e fundit tregojnë se kjo nuk ndikon në përkeqësimin e nivelit të kolesterolit. Ato ndihmojnë në zhvillimin e trurit dhe kujtesës. Vezët përmbajnë kolin, një lëndë ushqyese që stimulon zhvillimin dhe funksionin e trurit. Gjithashtu, konsumi i tyre përmirëson kujtesën dhe vigjilencën. Vezët mbrojnë shëndetin e syve. 2 antioksidantë të pranishëm të veza, si luteina dhe zeakanthina, lidhen me mbrojtjen e syve nga dëmtimet e ekspozimit të rrezeve të dëmshme të diellit. Gjithashtu, konsumi i tyre mund të ulë rrezikun e mundësisë për të zhvilluar katarakt dhe probleme të tjera që lidhen me pleqërinë. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm, dhe çdo i rritur mund të konsumojë 1 deri në 3 vezë në ditë pa u shqetësuar shumë. Gjithashtu, vezët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Përfshirja e tyre në dietën tuaj vazhdimisht do të jetë një anë pozitive për të ndikuar në rritjen e përfitimeve të trupit dhe për të mbajtur larg gjithashtu një sër komplikacionesh. Por cilat janë përfitimet e vezës së zgjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Njihuni në këtë video me përfitime shëndetësore të vezës së zgjerë sipas Delsajt dhe ndikimet që ajo ka për shëndetin tuaj. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zgjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë 1 vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmon të humbisni në peshë. Vezët janë të mira për organizmin. Ato përmbajnë yndyra cilësore. Vezët e zgjera nxisin krijimin e yndyrave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të pasur me proteina. Vezët e zgjera natyralisht përmbajnë nivele të larta proteine. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti i syve gjithashtu do të përfitojë nga konsumi i vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Ajo ofron gjithashtu edhe kocka të forta. Vezët e zgjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë.
Vezët e zjera mund t'i kombinoni në sallata, në spinaq, në patate, në pulë, në peshk, si një element i domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshme. Vezët janë padyshim përbërësi kryesor i një diete të shëndetshme dhe përfshirja e tyre në organizëm do të jetë një zgjidhje shumë e mirë për trupin. Sipas disa ulëntimeve të publikuara disa kohë më parë, ngrënia e 1 deri në 2 vezëve të zjera në ditë është një sasi e shëndetshme për shumicën e njerëzve. Por nëse po kërkoni të rrisni sasinë e proteinave, mund të konsumoni edhe më shumë se kaq. Por jo të gjithë ekspertët janë në të njëmendje lidhur me sasinë. Kur konsumohet për mëngjes, vezët kanë treguar se i bëjnë njerëzit të ndihen të ngopur për një kohë më të gjatë ditore. Vezët dikur konsideroheshin si një burim ushqimor i pashëndetshëm për shkak të kolesterolit të lartë dhe problemeve në zemër. Fakti që e verdha e vezës përmban kolesterol ishte arsye kryesore për këtë. Megjithatë, ulëntimet të mëvonshme kanë zbuluar se vezët nuk e rrisin edhe problemin e zemrës nëse konsumohen 1 deri në 2 vezë në ditë. Një vezë e madhe përmban 186 mg kolesterol dietik. Sipas udhëzimeve dietike të amerikanëve, njerëzit duhet të mbajnë në sasi të kolesterolit sa më të ulët jetë e mundur dhe të konsumojnë një dietë ekuilibruar. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës, janë të lartë në vitaminë dhe minerale të ndryshme, duke përfshirë vitaminën A, B, B12, vitaminën D, jod dhe folat. Të vegjëlit duhet të hanë 1 vezë në ditë. Vezët janë të pasura me hekur, folat, proteinë dhe acide yndyrore omega-3, të cilat ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trurit dhe plotësojnë kërkesat e tyre për proteina. Një rritur tipik i moshuar mund të hajë 1 vezë në javë. Forca e kockave bie me kalimin e moshës dhe vezët përmbajnë vitaminën D, e cila ndihmon trupin të përthith kalciumin dhe shëndetin e kockave. Të verdhat e vezëve përmbajnë antioksidant, lutein dhe zeaxanthin, të cilët reduktojnë rrezikun e formimit të kataraktit, gjithashtu edhe të problemeve të degenerimit makular. Vezët janë një ushqim i pasur me proteinë dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj brenda normës lejuar do t'i jap trupit të gjitha elementet ushqyes që atij i ka të munguara. Gjithashtu, vezët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Përfshirja e tyre në dietë do të balancojë gjithashtu një sër komplikacionesh trupore dhe do të sjellë një ndikim pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e problemeve të tij. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezëve në dietën e përgjithshme si një zgjidhje natyrale për të mbajtur larg këto komplikacione. Njerëzit janë ndarë në 2 kategori kryesisht, në ato që duan vezën e zjerë dhe ato që duan të skuqur. Vezët përmbajnë shumë proteinë dhe janë një nga produktet më të preferuar nga atletët dhe sportistët. Vezët janë një burim i mirë i vitaminës A dhe hekurit, seleniumit dhe proteinës. Mënyra e gatimit të vezëve ka shumë rëndësi në përthithjen e ushqyesve dhe vlerave të tyre ushqimore. Gjithashtu, një vezë e zjerë fort përmban 77 kalori, ndërsa një vezë e skuqur ka 90 kalori. Një vezë e zjerë fort ofron 5 gram yndyrë, 2 prej të cilave janë të ngopura. Vezët e skuqura ofrojnë 7 gram yndyrë, 2 prej të cilave janë të ngopura. Megjithatë, në rastin e kësaj të fundit, nëse përdorni gjalp, përmbajtja e yndyrnave rritet, po ashtu edhe kolesteroli. Zjerja dhe skuqja e vezëve e pajisin organizmin me 6 gram proteinë. Si e skuqur si e zjerë, veza ofron 2 deri në 3% të dozës ditore të kalciumit dhe 10% të fosforit, 2 minerale të rëndësishme për shëndetin e kockave. Për më tepër, ato do të sigurojnë vitamina, gjithashtu edhe minerale shumë të rëndësishme. Veza ofron 22% të dozës rekomanduar ditore të seleniumit dhe shërben gjithashtu si antioksidant. Një vezë në ditë ofron 0,56 mikrogram nga 2,4 mikrogram të vitaminës B12 që i duhet trupit tuaj çdo ditë. Ky ushqim luan një rol kyç në sistemin qendror dhe është thelbësor në formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe ofron gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.